familja Rama. Mos harroni kur një deklarat të Ardian Çelës në parlament. Çfarë tha? Energjin, ku qendra energjisë në Shqipëri janë dy. Shtëpit e barit dhe shtëpit e bitcoinit. Shtëpit e bitcoinit janë ekskluzivitet patronash i Olsirams. Po, e bëja deklaratën. Ata e bën copa pas e bën deklaratën, pas e bën, po atë deklaratë a e bëri. Bëri një deklaratë shumë guximshme. To janë se vendi s'kishte energji, ku qendrat e energjisë janë shtëpitë e barit dhe shtëpitë e bitcoinit. Ndaj dhe kjo situatë dramatike ku krimi vendos, psikologjia kriminalit është një psikologji, po bëhet një psikologji e lavdrueshme e dominuese. Sepse mbështetet nga pushteti. Çfarë janë të fortë? Ta dini një gjë. Kur një shoqëri qytetare të lirë nuk mund ta mposhtin kurrë banditët. Vetëm në një rrethan. Vetëm në një rrethan. Kur ata kanë mbrapa shtetin. Kur ata kanë mbrapa shtetin, ata janë më mizorët e të gjithë mizorëve dhe qytetari thjesht terrorizohet prej tyre. Shtetin kishte mbrapa ai që mori jetën i fortis i partisë që mori jetën dy engjëjve në Durrës. Shtetin kishte mbrapa ai që shkoi dhe vrau Recep Ismailin në shtëpinë e tij. Tek përbronte nderin besën dhe familjes tij. Dolin të fortit, dolin të avrisin. Të fortit janë ata që shtypin njerëzit si pula i lanë dhe largohen, se kanë mbështetje. Të fortit janë ata që paguajnë gjykatëse, prokuror dhe dalin. Pra çfarë janë të fortit? Të fortit janë mercenarë të pushtetarëve, të cilët ndërmarrin çdo akt dhe mbrohen dhe nuk marrin ndëshkimin e merituar. Pra, kjo është situata, një situatë ku krimi dhe mafia ka penetruar në nivelet më të larta të pushtetit. Ka penetruar në nivelet më të larta të gjitha pushteteve.